Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Lirohet nga burgu Ilir Beqa, ish ministri i shëndetësisë kalon në arrest shtëpie pas shuarjes së afateve të paraburgimit. Avokati nuk do të apelojë vendimin. Majoranca deklaron se shkrirja e 15 bashkive bëhet për të fuqizuar pushtetin vendor. Opozita i quan plan shpopullimi, qytetarët protestojnë në Patos e Maliq. Kryeministri Rama deklaron se deri në vitin 2028 ushtria do të kompletohet me pajisje nga më të thjeshta deri tek më të sofistikuara, të gjitha made in Albania. Policia e Durrësit arreston një 38 vjeçar të akuzuar për zjarrin që shkrumboi një magazin private. Zjarfikësit ishin në betejë me flakët gjatë gjithë natës. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa është liruar nga burgu. Për shkak të shuarjes së afateve të paraburgimit, gjykata e posaçme vendosi kalimin e tij në arrest shtëpie. Avokati i Beqait përshëndeti vendimin dhe tha se nuk do të apelojë. Lirohet nga qelia Ilir Beqaj. Afro 2 vjet nga arrestimi për dosjen Saspak, ai u vendos në izolim shtëpiak pasi afatet e paraburgimit u dogjën. Beqaj akuzohet për korrupsion pasiv, shkelje e barazisë në tendera, falsifikim dokumentesh, mashtrim me pasoja të rënda, mashtrim në bashkëpunim dhe mosdeklarim pasurie për periudhën kur ishte drejtuesi i agjencisë që kishte në menaxhim fondet e huaja. Avokati i tij Ermal Lyzeira e konsideroi vendimin të drejtë dhe nuk pritet të apelojë. Kërkesa ishte për shurje nga afateve të paraburgimit, meqense gjykata në datë 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo i bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak. Për këtë arsye shuhen automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxha e gjatë afatet e paraburgimit. Vendimin e sotëm ne nuk do të apelojmë, po edhe prokuroria nuk do të apelojë dhe prokuroria ishte dakord për arrest në shtëpi. Te njëjtën edhe Ermal Kurtulaj, që është i pandehur për po të njëjtën dosje, u vendos në arrest shtëpiak. Prokuroria thotë se teksa drejtonte agjencinë Saspak, Ilir Beqa i kishte kryer procedura fiktive në alokimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë në SPAK u paraqit këtë të premte ish numri 2 i qeverisë Belinda Balluku së bashku me avokatin e saj Ardian Kalia. Ajo qëndroi rreth 20 minuta në prokurorinë e posaçme. Zyrtarisht SPAK thotë se Belinda Balluku është thirrur në prokurori për të njohur me akuzën, e cila lidhet me disa procedura prokurimi, objekt hetimi, për të pyetur lidhur me akuzat, si dhe për t'i komunikuar akte të tjera procedurale. Në dalje, Balluku refuzoi të flasë për mediat. Shkrirja e 15 bashkive është bërë për të forcuar pushtetin vendor. Deklarata është bërë këtë të mërkur nga bashkëkryetari socialist i reformës territoriale Arbian Mazniku. Sipas tij, qytetarëve në zonat e prekura nuk do të largohet asnjë shërbim. Një ditë pas depozitimit në Kuvend, bashkëkryetari socialist i reformës Arbian Mazniku ka shpjeguar hartën e re territoriale. Në një konferencë për mediat, ai shpjegoi se arsyeja e reduktimit nga 61 në 46 bashki është fuqizimi i tyre. Kemi propozuar një skemë të re, shumë të rëndësishme për mënyrën se si organizohet pushteti vendor në Shqipëri. Nga logjika tanishme bashki, njësi administrative, kalojmë në logjikën bashki, qytet, njësi administrative. Për qytetarët e zonave që tashmë do të jenë pjesë e bashkive të mëdha, Mazniku siguroi se shërbimet do t'i marrin sërish në institucionet vendore ekzistuese. As edhe një shërbim nuk largohet nga territori, as edhe një zero. Çdo shërbim që qytetari ka nevojë ta marrë aty, e merr aty. Pretendimet se ky propozim i mazhorancës vjen për arsye elektorale u mohuan nga Mazniku. Elementi politik është një element i cili nuk është fut fare në këtë diskutim. Partia Socialiste sot ka 55 nga 61 bashkitë vendit. Nuk e ndikon fare ndryshimin e rezultatit për socialistë në nivel kombëtar. Gjatë prezantimit ai sqaroi dhe arsyen pse Rinasi është vetmja zonë që po i bashkohet Bashkisë së Tiranës. Rasti i vetëm në cilin kemi vendosur të propozojmë një ndryshim territorial është rasti i Rinasit për një arsye cila është kombëtare. Elementi i parë ka të bëjë me faktin që Rinasi është një aset kombëtar, së dyti ka të bëjë me faktin që Tirana është nga pikërishtimi ekonomik përfituesja më e madhe e ekonomisë që Rinasi gjeneron.
Bashkëkryetari Socialist e Reformës ftoi edhe një herë demokratët që t'i bashkohen diskutimeve në shtator për ta finalizuar produktin final për zgjedhjet lokale të vitit 2027. Demokratët e kanë konsideruar antikushtetuese hartën territoriale të socialistëve që ndan vendin në 46 bashki. Lideri i opozitës Sali Berisha ka paralajmëruar se do ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm për të penguar me çdo kusht miratimin e saj. Propozimi i Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, e cila redukton numrin e bashkive, ka sjell kundërshtimin e opozitës. Në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe bashkëkryetari i Reformës Territoriale Luciano Boçi u shprehën se propozimi i mazhorancës është në shkelje të ligjit, pasi nuk ka dalë nga komisioni posaçëm. Paraqitin parlamenti raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund paraqitej kur në parlament, dhe e publikoj atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera. Pari nuk është ligjore sjellja një projekti për reformën territoriale nga një grup i caktuar deputetësh. Demokratët dhanë dhe propozimin e tyre të hartës së re, me 6 rajone dhe 100 bashki. Madje sfiduan socialistët që qytetarët të vendosin për versionin final me anë të një referendumi. Për të bërë maksimumin e mundshëm që varianti në interesin më të mirë të qytetarëve të triumfojë në këtë reformë. Sigurisht që ne do e kërkojmë, por përballë duhet dhe sfidanti apo jo në një referendum. Pra duhet dhe projekti i tyre të kalojë nëpërmjet referendumit. Pyetur nëse për shkak të mosdakordësive për territoriale do të bojkotohet edhe reforma zgjedhore, Berisha e kundërshtoi. Por qëndrimi ynë është të hartojmë dhe të paraqesim para shqiptarëve kodin zgjedhor më të mirë. Kryeopozitari komentoi dhe lirimin e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj. Sipas tij, ky vendim tregon se kryeministri Edi Rama është ai që kontrollon sistemin e drejtësisë. Banorët e disa bashkive të vogla që preken nga harta e re territoriale kanë kundërshtuar ndarjen e propozuar nga socialistët. Ata thonë se shkrirja e këtyre njësive bën shumë të vështirë marrjen e shërbimeve. Propozimi i Partisë Socialiste për hartën e re territoriale ka krijuar pakënaqësi në disa nga bashkitë ekzistuese në vend. Konkretisht, ai parashikon shkrirjen e bashkisë Maliq dhe kalimin e saj si njësi administrative në administrimin e bashkisë Korç. Nëse ky propozim i ratohet, mbi 30.000 banorë të më shumë se 70 fshatrave do t'i drejtohen bashkisë së Korçës për të marrë shërbimet administrative. Ky propozim është kundërshtuar nga banorët e Maliqit, të cilët shprehen se shërbimet duhet të jenë sa më pranë qytetarëve dhe jo më larg. Jo, unë jam me këtë, sa më afër shërbimi ka si popullit. S'duhet të prishet. Sa më afër. Të prishet tikin edhe të po e largon, do më dhe largon popullin. Nuk jam dakord të prishet atë, inshallah mosti. Ne shqyr që i kemi bashkinë afër këtu. Kemi nevojë për bashkinë. Po ikin tëra gjërat. Përse? Tërë investimet, tërë ato gjërat janë bërë tash të mira këtu. Edhe qytetarët e Patosit kanë kundërshtuar shkrirjen e bashkisë së tyre. Sipas banorëve, çdo ndryshim i statusit administrativ të qytetit do të ndikonte negativisht në zhvillimin e tij dhe do t'i mbante larg shërbimeve. Nuk mund të bëj reformën Arbër Mazniku, që se njeh fare Patosin. Nuk e njeh absolutisht fare, ai s'di si ç'bëhet. Jam kundra edhe në qoftë se arrihet kjo që të bëj bashkimin, mos të vinë me këtu. Unë jam socialist i vjetër që në kohën e Fatosnanës. Në mënyrë të padiskutueshme, bashkia duhet të ekzistojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët. Po është një bashki e madhe që si bie radha kur jo Patosit, po as Rresinave me fjalë këtu që të ofrojnë shërbime. Kështu që shekot. Të themi të drejtën, jemi të pakënaqur për shkëputjen e Patosit që bashkohet me Vjerën. Sepse gjithë zona e Patosit është shumë e hapur. Dhe po ta marri Fieri nuk e përballon, sado fshatrat jemi ne, unë që jam në fshat atje, nuk pres në një gjest të vete në Fier me kaq kilometra të zgjidh një problem. Propozimi i Partisë Socialiste për ndryshimin e hartës territoriale parashikon uljen e numrit të bashkive në 46 të tilla. Shqipëria po bëhet një vend prodhues i armatimit ushtarak dhe kjo veprimtari do të zgjerohet më tej. Kryeministri Rama premtoi se deri në vitin 2028 forcat e armatosura do të kenë më shumë pajisje, të gjitha me markën Made in Albania.
Nga armët e deri tek mjetet ushtarake më të sofistikuara, Shqipëria do vazhdoj prodhimin për mbrojtjen duke i thënë jo importit. Kryeministri Edi Rama, në aktivitetin ku u shpërndan 40 mjetet të reja për forcat armatosura, tha se vendi duhet të vijojë prodhimin vendas nëpërmjet startupeve. Ne nuk jemi të prirur që fitojnë, ndërkohë që shteti shqiptar thjesht vën dispozicion asete dhe thjesht merr disa nga të mirat e kësaj pune, që janë teknologji, punësim e tjere. Por ne duam që çdo kompani që vjen në Shqipëri për të investuar dhe që është e mirëpritur të pranoj shtetin si ortak. Duke mbajtur fokusin tek mbrojtja si sektor prioritar por dhe si një kërkesë që NATO ua ka bërë vendeve anëtare, Rama deklaroi se sektori do të kompletohet brenda 2 viteve. Brenda vitit 2028, ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Rama u shpreh se së shpejti vendi do të pajiset edhe me një kompani të re, e cila do të jetë në dispozicion të emergjencave civile dhe pushtetit vendor. Që do të jetë një kompani e ushtrisë shqiptare në shërbim të gjithë bashkive, një kompani e infrastrukturës e cila do të bëj mirëmbajtje, e cila do të bëj ndërhyrje që lidhen me infrastrukturën e kanaleve, me infrastrukturën e kanaleve ujitës, vaditës, rrugëve. Këtë lëvizje vi në kuadër të rritjes së angazhimeve të vendeve anëtare të NATO-s në fushën e mbrojtjes. Shqipëria me aktin e fundit normativ e rriti buxhetin e mbrojtjes në rreth 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Një 38 vjeçar është arrestuar nga policia si autori i zjarrit që shkrumboi një magazin private në Shkozet. Ai ndezi një sipërfaqe me barishte, por situata në pak minuta i doli nga kontrolli. Zjarfiksit ndërkohë punuan gjatë gjithë natës për të shuar flakët. Zjarri për masave të mëdha që përfshiu një magazin në zonën e Shkozetit mbrëmjen e të njëjtës u shua vetëm në orët e para të mëngjesit të së premtes, pas një operacioni të pandërprer që zgjati gjatë gjithë natës. Policia arrestoi një 38 vjeçar si autor të dyshuar të ngjarjes. Admir Ndoja ndezi zjarr për djegjen e barishteve pranë magazines së subjektit privat. Por si pasojë e daljes së flakëve jashtë kontrollit, zjarri përfshiu magazinën duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Punonjësit e shërbimit zjarfikës të Durrësit, mbështetur edhe nga forcat të tjera, luftuan për orë të tëra me flakët për të shmangur përhapjen e zjarrit në objektet përreth. Për shkak të situatës së krijuar dhe masave të sigurisë, shumë lagje të qytetit të Durrësit mbetën pa energji elektrike për afro 10 orë. Pronarët e magazinës bën bilancin e shkatërimeve nga zjarri që rezulton të jetë shumë i madh. Ndërkohë, një prej efektiveve të zjarfikses, i cili u lëndua gjatë ndërhyrjes, vijon të jetë i shtruar në spital, ku po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor. 2 persona të akuzuar për vjedhje janë arrestuar në Vlorë nga policia. Ata ishin në masën e sigurisë, arrest në shtëpi në Tiranë, por e kishin thyer atë dhe kishin shkuar në Bregdet për të grabitur të tjera shtëpi. Policia e Vlorës ka arrestuar 2 hajdut, të cilët ishin nisur nga Tirana drejt qytetit bregdetar me synim grabitjen e banesave dhe bizneseve. Agron Goxhaj, 48 vjeç dhe Andi Hasani, 46 vjeç, të 2 banues në kryeqytet janë kapur në flagrancë teksa po tentonin të hapnin derën e një shtëpie në lagjen Bashkimi. Dyshja kishte udhëtuar drejt Vlorës, duke marrë me vete edhe mjetet dhe pajisjet e posaçme për hapjen e bravave dhe kasafortave. Operacioni koduar Again u finalizua pas informacioneve operative se 2 persona me precedent për vjedhje ishin në Vlorë dhe po planifikonin grabitje. Policia e ka ndjekur dhe i ka kapur në flagrancë, pikërisht në momentin kur po tentonin të hynin në banesë. Ajo që e bën edhe më të rëndë situatën është fakti se të 2 ishin me masën e sigurisë arrest në shtëpi të vendosur për një tjetër vjedhje. Pak kohë më parë, Goxhaj dhe Hasani ishin arrestuar në Tiranë për një vjedhje spektakolare. Ata kishin hyrë në banesën e një punonjësi policie në zonën e Porcelanit dhe kishin marrë kasafortën. Brenda saj kishte para, bizhuteri dhe një pistolet. Por kur hajdutët pan armën u trembën dhe vendosën të riktheheshin për ta lënë pas kasafortën dhe armën. Ishte pikërisht ky rikthim që i ekspozoi. Policia kishte marrë njoftimin për vjedhjen dhe kur dyshja u kthye në banesë, efektivët i kapën.
Policia kufitare në Ksamil bllokoi një gomone e cila po lundronte në sipërfaqen e dedikuar për pushuesit në zonën e Gjirit të Hartës. Fillimisht mjeti lundrues u filmua nga vizitorët e plazhit, ndërsa pak çaste më vonë u bëi mundur identifikimi i drejtuesit të gomones dhe bllokimi i saj. Policia e ndëshkoi drejtuesin me një gjobë prej 500.000 lekësh. Autoritetet u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të respektojnë rregullat në plazhe, ndërsa kontrollet po vijojnë për të garantuar sigurinë e pushuesve gjatë sezonit turistik, i cili po hyn në periudhën e tij më të ngarkuar. Të nderuar shikues, për shkak të përfundimit të aktivitetit të kanalit 7, ky është edicioni i fundit. Ju falenderojmë për besimin gjatë gjithë kësaj kohe. Bashkë ndahemi këtu.